Nëse nuk do ketë reagim? Po, në rrasë se nuk ka, tashmë nuk është më në përgjithësi në operatorët. Operatorët dhe shoqata i ka ezaruar të gjitha shkallët dhe të gjitha informacionet, kërkesat, propozimet, në mënyrë që mos arrim deri në këtë pikë degradimi. Pra, këtu tani përgjithësia mbetet në anën e institucioneve dhe përkatësisht ministrave përkatës. Dhe ju prisni pikërisht reagimin e tyre. E fundit, nuk është parë e arsyeshme që të mos arrim deri në pikën e mbylljes totale të transportit të flotës, pra çmimi i biletës, apo nuk do rregullon të gjë? Nuk jam për të rritur çmimin e biletës, e qartë, edhe pse ndoshta nuk udhëtoj me urban, po për pjesën tjetër të qytetarëve. Pra, por cilat janë ndoshta ato që ju keni parashtruar? Pra, është diskutuar dhe nuk është parë e arsyeshme që mos të arrihet deri aty, pra nga kjo mbledhje që ju mund të realizoni ditën e sotme, që mund të mendoni për të mbyllur në total transportin? Këto janë politikat të cilat i ndjeki qeverisja qendrore dhe ajo vendore në lidhje me çmimin e biletës. Pra, operatorët kanë një kosto dhe një shpenzim në fund të ditës dhe në fund të muajit. Dikush këtë faturë duhet ta paguajë. A do të përkthehet kjo faturë në rritjen e çmimit të biletës? Kjo është vendimarrje të cilët duhet ta bëjë qeveria. Dhe operatorët nuk e kanë tagrin e rritjes së çmimit apo të përcaktojmë një çmim se sa e duan operatorët. Kjo mbetet për të parë nga ana financiare, sepse çmimi i karburantit nuk është se ka arritur në një stabilizim dhe le të themi është në këtë nivel dhe do të mbetet në këtë nivel për një kohë të gjatë. Ne nuk e dim se sa mund të jetë nesër. Nesër mund të shkojë dhe 3.000 lekë çmimi i karburantit, ndërkohë bileta e transportit mbetet e paracaktuar ashtu siç e kanë në kontratë operatorët. Pra, nuk mund të përcaktojmë një çmim të biletës aktualisht në rast se nuk kemi një stabilizim të çmimeve si të karburantit apo dhe të pjesëve të këmbimit të cilët është mirëmbajtja për këtë sektor. Në rast se do të zgjedhin që këtë faturë ta paguajnë qytetarët, këto janë pastaj politika të cilat i ndjek qeveria dhe e vendosin ata. Ne propozojmë se si mund të arrim që as qytetarët mos preken xhepat e tyre për të kaluar kjo kosto në rritjen e çmimit të biletës, por e kemi shprehur me anë të uljeve të taksave fiskale që ka ky sektor, ose në kompensimin e këtyre taksave që duhet të jetë për këtë sektor.